Nuk është se e kisha në planet e mia që në atë moment se normalisht donte goxha buxhet. Por avash fillova dhe thash se jo, mund ta bëj. Unë jam Santana Devole, 33 vjeçe, piktore dhe njëkohësisht sipërmarrëse e aktivitetit Festa e Çupës, ku merremi me organizimin e ditëlindjeve për fëmijë dhe dekore. Unë të gjithë rrugtimin tim e kam ndjekur me aq njohuri sa kam pasur vetë, duke parë video në YouTube ose punime të huaja. Momenti që unë u mora tek trajnimi, u bëra pjesëmarrëse, më ndihmoi shumë se si të përzgjedhë klientelën, se si të sistemojmë për shembull 2 ose 3 evente që i kemi në të njëjtin orar. Rëndësi ka ta kesh punën me pasion, me dëshirë, edhe po nuk e përçove tek festa energjinë, nuk ke sukses në fund. Një festë e mirë do shumë energji.